Një sasi lëndë shpërthyese është vendosur në hyrje në një banese në fshatin Ril të Lezhës, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Objekti i sulmit ka qenë shtëpia e Tom Çungut, ndërsa shpërthimi është regjistruar rreth orës 2:30 minuta pas mesnatës. Megjithëse zhurma është dëgjuar nga banorët e zonës, askush nuk ka dyshuar se bëhet fjalë për eksploziv të vendosur para banesës. Policia është njoftuar vetëm 4 orë më vonë nga kompania private që kishte në ruajtje objektin. Në momentin e shpërthimit në banesë nuk ndodhej asnjë person. Familja Çungu jeton prej më shumë se 2 dekadash në Itali, ndërsa shtëpia ishte ndërtuar së fundmi. Shpërthimi ka dëmtuar pjesën hyrëse dhe ambiente të brendshme të banesës. Zona ku ndodhej objekti nuk monitorohet nga kamera sigurie, çka po e vështirëson hetimin. Sipas burimeve hetimore, dyshohet se autorët janë afruar përmes rrugëve dytësore, pasi nga verifikimet e deri më tanishme në kamerat e aksit kryesor hyrës, nuk janë konstatuar lëvizje të dyshimta në orarin e shpërthimit. Ne im zhurmën në nadull gjumi. U shumë, u trënditëm, u tremëm, edhe u shumë, dullum jashtë, kështyrëm se shysha koha se në dukë se me konë rofe, edhe nuk pam gjë. Hyna mren, i thëm burrit em, thëm, jashtë koha mirë, thëm, po nuk e di që ka ndodhë. Thot, asun, thot, nuk di gjë, thot, në botë. I fushishëm, ashtë dridh shpia në qatë mënyrë, sa nuk dikuja me kalëzue. U dridh shpia, se s'po shkullet me gjitha mel, nuk e ditëm. Na njofim për familjet mirë. Kanë jetu jashtë, apo këto? Kanë jetu jashtë, pa, na s'dim gjë, fjallë të keshe kur për ta. Unë jam tash 32 vjetë që ta. Kam përshtypjet mira për gjatin e për ata, për këtë unë i kam mish shpije. Edhe nuk mund të flas keq për ta. Unë s'kam një gjë, më falë se. U trembet? U tremëm, me thënë drejtën u tremëm se ishte tepër e fuqishme. Tepër e fuqishme, s'ditshëm kurse çka ka ndodhur. Në gjithë një të mbajt mendën të rrofeja. Deri tani nga hetimet paraprake nuk rezulton që familja Çungu të ketë pasur konflikt apo precedent problematik dhe motivet e këtij atentati me lëndë shpërthyese mbeten ende të paqarta.